e asaj ndërhyrje dhe të veçemit të arbitrat, unë po mendoj që nëse duhet më përmend referimi skandaloz ka qenë ai që është bë Franca me Paraguajin. Është ekipi i cili ka qenë brutal, i kanë 18 raste sipas statistikave që është dashur me ndëshku me karton. Për dallim prej Paraguaji s'ka asnjë karton, kurse Franca ka 3 kartona. Këto janë dhëna që reagime në botë që është bë, dhe po mendoj nëse diçka llogaritet skandaloze, kjo ka një qenë referim skandaloze dhe i pa tolerueshëm janë raste kaq brutale dhe me ndodh me pjesëmarrjen e varit, me pas varin, edhe me pa hap të se si lojtari godet kundërshtarin apo lojtarin tjetër është e pa tolerueshme edhe mu nuk më ka bë vakime pa kështu në kampionatin tonë të Kosovës, se lene më në kampionatin botnor. Prandaj shumë reagime ka në këtë drejtim, por megjithatë mendoj përkundër kësaj Franca, mu për shkak kësaj ka fitu simpatie dhe më të mëdha. Okej, unë mundova me komuniku me Edi Lushan, drejtorin sportiv të skuadrës së vllazërimit.